Më 6 maj, të gjithë duhet të jenë në stadiumin Flamurtari për të mbështetur ekipin e zemrës në një nga takimet më vendimtare të këtij sezoni. Skuadra Vlonjate do të presë të mërkurën duke nisur nga ora 16 skuadrën e Teutës së Durrësit në një ndeshje që do të jetë e rëndësishme për Flamurtarin. Ejani të gjithë të mbështesin Flamurtarin në këtë sfidë. Është kjo thirrja e klubit të futbollit Flamurtari, që për të patur një pjesëmarrje të lartë i ka hapur tribunat duke bërë falas për publikun tribunën A, B dhe C, ndërsa tribuna qendrore do të kushtoj vetëm 1500 lekë dhe tribuna e miqve 500 lekë. Ejani për të mbështetur Flamurtarin në këtë ndeshje, ndërsa skuadra i ka dhënë dorën e fundit përgatitjeve gjatë kësaj të marte. Atmosfera, pasioni dhe zemër në çdo minutë, një ndeshje që nuk duhet humbur. Ekipi ka nevojë për tifozët, ndaj duhet të jenë të shumt të mërkurën, më datë 6 maj, ora 16 në stadiumin Flamurtari. Ekipi është i gatshëm për të arritur një tjetër fitore të rëndësishme në një ndeshje e cila do të thotë shumë. Ndaj 3 pikët janë detyrim për skuadrën. Flamurtari kërkon gjithashtu që të ketë pranë tifozët me qëllim të festojë me ta një fitore e cila do të ishte të jetë e rëndësishme për të vijuar kështu rrugëtimin e fitoreve të fundit, ku skuadra Vlonjate ka dominuar krejtësisht edhe kundërshtarët më të fortë, me lojë por edhe me rezultat. Një super sfidë do të jetë ajo e të mërkurës në derbin bregdetar mes Flamurtarit dhe Teutës, që do të luhet në Vlorë në orën 16. Ndaj të gjithë duhet jenë të pranishëm në stadiumin Flamurtari për të mbështetur me zemër dhe fuqi skuadrën Vlonjate për të arritur objektivin 3 pikët në këtë ndeshje të rëndësishme.